E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi këtë herë për të komentuar pak mbi Big Brother VIP Kosova. Edhe pse në fakt babai i Elionës ishte shumë krenar në takimin me vajzën e tij për marrëdhënien që u ndërtua brenda në shtëpi nga Eliona apo nga grupi i quajtur Treshi për Sheshi, ditët e fundit grupi Treshi për Sheshi ka përjetuar një krisje që asocon që Eliona mund të ketë qëndruar me këtë grup vetëm për interesin për të dalë në finale. Do me thënë, nuk është se e ka ndjerë afërsinë, nuk është se e ka ndjerë ndjesinë që të qëndroj afër këtij grupi. Fillimisht krisja ndodhi me lëndrimin ku Eliona u mundua nëpërmjet përshpëritjes, ndoshta duke haruar që ka mikrofon, të çojë një mesazh tek Klodi që lëndrimi gjasme që ka bërë xheloz dhe i paska ardhur inat që Eliona ka dalë në finale. Tani është më se normale që lëndrimi do t'i vinte inat, Klodi do t'i vinte inat, se në fund të ditës banorët brenda asaj shtëpie janë për ta fituar atë çmim, nuk janë për të bërë solidaritet. Dhe që nga ky momenti filloi të ndodh një krisje shumë e madhe që Eliona filloi të nxjerrë një anë të saj, e cila mua në fakt më ka befasuar. Nga një debat që patën ditën e djeshme, ku më pas u përfshit dhe Dolçe në debatin që ofendoi jashtëzakonisht Elionën duke i quajtur si një vajzë mashtruese, si një vajzë pa edukat, si një vajzë të pandershme realisht, ajo i tha Klodit edhe lëndrimit: unë nuk kam qëndruar me ju për të më nxjerrë në finale. Unë këtë gjë kam pas mundur ta bëj dhe vetë. Nuk jeni ju arsyeja që ju mua më keni nxjerrë në finale, por gjithsesi unë ju falenderoj. Edhe pse në fakt unë kisha menduar që Eliona do t'jetë pak më mirë njohse, do me thënë ta studioj pak më mirë situatën dhe të ditë ta ndërtoj dhe ta ruaj shoqërinë, ashtu si shoqërinë në fakt e ka ruajtur lëndrimi dhe Klodi në të mirë dhe në të keqe, nuk ka patur ofendime të tipit të kthyerës të shpinës mes të dyve këtyre djemve, por e pash që në raportin me Elionën, siç Eliona e ktheu pak shpinën dhe këto të dy djemt u befasuan nga veprimet e saj. Këtë të premten falni, nesër mbrëma, do të shpallet edhe finalisti i tretë, që unë besoj, dhe i 4 dhe i 5 që unë besoj që do t'jetë lëndrimi, Klodi dhe Dolçe si finalist, dhe banorët e tjerë të mbetur do të largohen nga shtëpia. Por gjithsesi, Eliona, me sa duket, e arriti qëllimin e saj dhe tani e shkatëron këtë grup. Ndoshta, duke mos patur informacionin nga jashtë, ajo nuk arriti dot ta kupton mirë mesazhin e tjatit.